8 tentativa për të depërtuar një emailin zyrtar të shkollës Alidemi janë regjistruar duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë kibernetike në institucionet arsimore. Sulmet kanë qenë të organizuara dhe të përsëritura. Tentativat janë kryer përmes mesazheve të dyshimta elektronike, të cilat përmbanin lidhje të maskuara dhe dokumente të infektuara. Qëllimi i tyre dyshohet të ketë qenë marrja e informacioneve zyrtare, aksesimi të dhënave administrative apo shpërndarje e materialeve me përmbajtje të dëmshme. Ajo që bën këtë rast të veçantë është fakti se gjithçka është zbuluar dhe dokumentuar fal një platforme inovative të krijuar nga vetë nxënësit e shkollës. Bëhet fjalë për një pajisje inteligjente ndërtuar si projekt teknologjik nga të rinjt, e cila monitoron trafikun e dyshim digjital dhe sinjalizon në kohë reale çdo përpjekje për ndërhyrje. Platforma është e lidhur me një art globale të sulmeve kibernetike dhe mund të identifikojë vendodhjen e përafërt të burimit të sulmit, llojin e tentativës dhe nivelin e rrezikut. Sipas nxënësve që punuan për zhvillimin e saj, sistemi përdor algoritme të thjeshta, verifikimi për të analizuar adresat, domenet e panjohura dhe përmbajtjen e mesazheve të dyshimta. Një tjetër funksion i rëndësishëm i kësaj pajisje është verifikimi i mesazheve promocionale apo informuese që vijnë nga kompani të ndryshme. Në shumë raste, emailët e tilla maskohen si oferta zyrtare, njoftime bankare apo bashkëpunime institucionale, por në të vërtet synojnë të vjedhin të dhënat përmes metodave të njohura si digjitale. Platforma arrin të analizojë nëse këto mesazhe janë autentike apo përmbajnë element mashtrimi. Kjo faqe nuk është vetëm teorike, është edhe praktike. I keni parasysh ato mesazhet që ju vijnë nga kompani të mëdha të Nike, Adidas apo Apple, Android, që ju thonë se keni fituar një palë atlete apo keni fituar telefon? Po, në këtë hapësirë ju mund t'i çoni ato mesazhe me URL-n dhe ta shikoni nëse janë të sigurta apo jo. Gjithashtu kemi dhe një hartë që në kohë reale, pra në kohën që ne po flasim, ajo tregon sulmet si malware, phishing, exploit nga një shtet në tjetrin. Pra është harta globale në kohën që ne flasim. Përveç kësaj, kemi dhe një hapësirë ku ju mund të shikoni nëse emaili juaj është hakuar apo është tentuar të hakohet. Ne provuam emailin e shkollës dhe rezultoi se kishin tentuar 8 herë për ta hakuar. Nëse doni mund ta provoni dhe ju emailin tuaj. Drejtuesit e shkollës Alidemi kanë konfirmuar se fal këtij sistemi, asnjë nga tentativat nuk ka rezultuar e suksesshme dhe të dhënat e institucionit mbeten të sigurta. Ata e kanë cilësuar këtë si një shembull konkret të aftësive dhe potencialit të nxënësve në fushën e teknologjisë dhe sigurisë digjitale. Institucionet arsimore po bëjnë gjithnjë më shpesh objekti sulmeve kibernetike për shkak të përdorimit të gjerë të platformave online dhe bazave të dhënave. Raste të tilla tregojnë nevojën për investime në sigurinë kibernetike dhe edukimin digjital që në moshë të ershme. Ndërkohë nxënësit e përfshirë në projekt shprehen se synimi i tyre është ta përmirësojnë edhe më tej platformën, duke shtuar funksione të reja për identifikimin e rreziqeve dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për sigurinë online. Ngjarja në Vlorë shërben për kujdes të shtuar në përdorimin e emaileve zyrtare, por edhe si një histori suksesi për inovacionin dhe angazhimin e të rinjve shqiptar në fushën e teknologjisë.